Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Alianca për shqiptarët do të vijojë të jetë pjesë e qeverisë në Maqedoninë e Veriut. Pas takimit me kryeministrin Histria Mickovski, Arben Taravari tha se do të vazhdojë të qëndrojë në qeveri. Burime mediatike thonë se takimi ka qenë miqësor dhe se kryeministri ka propozuar që edhe një herë të provohet të gjendet zgjidhje për përkraje të ndërsjellët mes partive qeveritare në zgjedhjet lokale dhe lista të veçanta për këshilltar. Mëtej njoftohet se Alianca për shqiptarët do të vazhdojë konsultime brenda partijake dhe se vendimi përfundimtar do të ofrohet deri në fund të muajit maj. Maqedonia e Veriut po përjeton ndryshime të konsiderueshme demografike me një rënje prej 18% të popullsisë së fëmijëve nga viti 2011 deri në vitin 2023 dhe një shkallë të ulët fertiliteti prej 1.5% duke treguar një popullsi në të kurrje. Kjo u nënvizua në paraqitjen e UNICEF-it, analiza e situatës së fëmijëve dhe adoleshentëve në Maqedoninë e Veriut 2024. Mëtej thuhet se shkalla e vdekshmërisë neonatale ka rënë nga 5.2% për 1.000 lindje të gjalla në vitin 2016 në 1.8% në vitin 2023, ndërsa shkalla e vdekshmërisë së fëmijëve nën 5 vjeç ka rënë në 2.7% për 1.000 lindje në vitin 2023, që megjithatë është nën mesatare në rajonin dhe atë të Bashkimit Evropian. Gjithashtu analiza nxori në pas se cilësia e arsimit në Maqedoninë e Veriut mbetet një shqetësim i madh, pasi vlerësimet kombëtare dhe ndërkombëtare tregojnë rënje të rezultateve arsimore me rezultate mesatare më të ulta në lëndë të bazë. Bashkimi Demokratik për Integrim akuzon presidenten se po vendos në rrezik karakterin multietnik të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Përmes një komunikate thuhet se Gordana Siljanovska Davkova u pozicionua hapur në anën e qeverisë, duke anashkaluar mekanizmat për mbrojtjen nga shumica etnike, me deklaratat e saj se nuk ka rëndësi sa deputet shqiptar do ta braktisin shumicën parlamentare, përderisa qeveria ka 61 deputet, nuk ka nevojë për zgjedhje të parakoshme. Presidenti dërgon një mesazh të qartë se balanca etnike dhe ndjeshmëria e partneriteteve nuk janë pjesë e prioriteteve të saj politike, thuhet në kumtesën e BDI-s. Sipas opozitës shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Siljanovska braktisi rolin që presidenti duhet të ketë si arbitër i drejtë i pozicioneve të ndryshme politike, me qëllim të bashkimit të të gjithë qytetarëve pavarësisht përkatësisë së tyre etnike ose politike. Kryetari i Aleancës për shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut deklaroi se për momentin kjo forcë politike ka vetëm një vendimarrje, daljen me kandidat më vete në zgjedhje për këshilltar komunal, ndërsa mbetet të hapur mundësia për bashkëpunim për kryetar komunash. Në moment që do vendosim ose kur kryesia e partisë vendose që të shkojë me PDI-n, as që kërkim në event qeveria që duam të jemi pjesë e qeverisë, po tash për tash kryesia e qendrore ka vetëm një vendim, se dalim me listat tona të veçanta për këshilltar komunal. Kurse për bashkëpunime, tash me Blenin e shoh se është deri e mbyllur, në zgjedhjet lokale janë pak më ndryshe se sa zgjedhjet tjera. Arben Taravari tha se janë gati të krijojnë dhe grupin e tyre parlamentar. Ne jemi partia autonome, vendosim dhe i sjellim të gjitha vendimet në organet tona partijake. Kur sjellim ose nëse sjellim që të bashkëpunojmë dikundi me ndonjë parti tjetër që nuk është në qeveri, nuk e shohim vetëm në kemi pjesë e qeverisë, por tash për tash nuk kemi ashtu vendim. Rajoni. Kryeministri Albin Kurti vlerësoi se shkak për gjendjen e krijuar në Kuvendin e Kosovës është frika e opozitës për të bashkëqeverisur, pas vënies së gur themelit të objekteve për banim të përballueshëm dhe social në Gjilan. Shefi i qeverisë tha se nuk është e lehtë të analizojmë frikën e opozitës. Është punë për analist, unë kryeministër, vazhdojmë tutje ose vetvendosje vazhdon tutje, tha Albin Kurti. Një ditë më parë, shefi i qeverisë dërgoi letrën për bashkëqeverisje me LDK-n me synim krijimin e shumicës parlamentare. Eksponentë e LDK-s vlerësojnë se është kryetari që ka ekskluzivitetin për të ndërtuar marrëdhëniet me kreun e vetvendosjes Albin Kurti. Deputeti i LDK-s, Hykmete Bajrami, tha se partia e saj ka një qëndrim të formësuar sa i përket bashkëpunimit me lëvizjen vetvendosje. Letra ju ka drejtuar kryetarit, kryetari sigurisht se vetë do të përgjigjet me letër dhe ai ka ekskluzivitetin që t'ju tregoj edhe juve se çfarë do thotë për letrën. Ajo tha se nuk janë në pritje të një letre për të përcaktuar pozicionimin e tyre. Lidhja Demokratike e Kosovës ka tashmë një qëndrim të formësuar sa i përket bashkëpunimit me lëvizjen vetvendosje. Ne s'kemi qenë duke prit letër në mënyrë që ta bëjmë qëndrimin, do të thonë ne kemi qëndrim. Tha Hykmete Bajrami. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës kërkoi nga deputetët ta trajtojnë pa arogancë ftesën e kryeministrit Albin Kurti për të bashkëqeverisur. Pas interesimit të gazetarëve, Lumir Abdigjiku tha se do t'i kthejë përgjigje shefit qeverisë. Unë shkoj në zyrë të shoh letrën, do të thej përgjigje me kohë. I los edhe njerëzit tanë që gjendjen e të ndenshme ta trajtojnë pa arrogancë shumë. Do të kemi përgjigje zyrtare siç takon një partie. Kryetari i Lëvizjes Vendosje Albin Kurti ka dërguar një letër të ënën kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjiku në të cilën e ka ftuar për koalicion qeverisës.
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës argumenton mungesën e ftesës nga shefi i qeverisë për të bashkëqeverisur. Abelar Tahiri tha se si parti nuk kanë flirtuar dhe nuk i kanë dhënë mundësi kryeministrit detyrë Albin Kurti për kompromis. Me qeverisin e PDK-s nuk ka ndodhur asnjëherë ky inflacion, mosrritja e pensioneve, rritja e çmimit të energjisë elektrike, rritje tatimit në pronë, pagat e njëjta. Qëndrojmë në pozicione të kundërta në mënyrë se si qeverisim vendin dhe si i prezantojmë prioritetet, tha Abelar Tahiri nga Partia Demokratike e Kosovës. Ambasadori i Shqipërisë u shpreh optimist për te kalimin e krizës institucionale në vend. Petrit Malaj tha se Kosova ka kapacitetet e nevojshme për të ecur drejt një zgjidhje. Unë mendoj se do të gjendet një zgjidhje politike. Padyshim që është zgjatur, por Kosova i ka gjitha forcat, të gjitha mundësitë që të shkojë drejt zgjidhjeve dhe formimit të institucioneve të veta, tha ambasadori Malaj. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Shqipërisë u bëri thirrje emigrantëve në Greqi të dërgojnë votën e tyre në zgjedhjet e 11 majit. Përmes rrjeteve sociale Edi Rama sqaroi se përtej vështirësive të asura në fillim të procesit, kompania që mori përsipër materiale zgjedhore ka arritur të shpërndajë mbi 90% të zarfeve. Vota për ata që janë regjistruar është një mund jashtëzakonisht i vogël, por ama është edhe një kontribut jashtëzakonisht i madh. Kështu që ju lutem, pavarësisht vështirësive që u krijuan me kompanie e madhe globale DOL-ja, në ditë e para pati vështirësi, pati ngecje, tani janë shpërndar mbi 90% e zarfave. Në ishuj mbaron sot mundësia për të dërguar votën. Në Gadishull ka akoma disa ditë, por mos e lini për ditën e fundit. Partia Demokratike denoncon tek shefi i misionit vëzhgues të zgjedhjeve i Odirit paregullësitë sipas saj në mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Në takimin e zhvilluar me Lamberto Zanier, drejtuesi politik në qarkun e Durrësit, Oert Bylykbashi, shpreu shqetësimin mbi përdorimin masiv sipas tij të shtetit në favor të Partisë Socialiste. Mes të tjerave, përmes rrjeteve sociale, Bylykbashi dha alarmin për përfshirje të krimit të organizuar në zgjedhje dhe mbështetjes së tij në përfshirjen e kandidatëve të caktuar në listën e Partisë Socialiste, presionet mbi zgjedhësit dhe shitblerje të votës. Bylykbashi shtoi se moshtyrja e fatit të vlefshmërisë së kartave të identitetit për shtetasit që votojnë në Shqipëri ushtrua si problem madhor në shkallë vendit, duke rrezikuar që disa qindra mijëra zgjedhës të pengohen për të votuar. SPAK bën me dije bilancin e krimeve të dyshuara zgjedhore deri më 5 maj. Në total janë marrë 115 kallëzime nga partitë politike, referime nga Policia e Shtetit, denoncime nga platforma online ose nga vetë struktura e posaçme antikorrupsion. Prej tyre SPAK njofton se në 35 raste regjistroi 115 materiale kallëzuese ku përfshihen kallëzime nga subjekte politike, referime nga Policia e Shtetit, regjistrime nga SPAK, denoncime nga platforma online, nga qytetarët dhe materialet kallëzuese nga subjektet politike. Bota. Friedrich Merz dështon të zgjidhet kancelari gjermanisë në raundin e parë të votimit në Bundestag, duke marrë vetëm 310 vota nga 316 që nevojiteshin për të siguruar shumicën absolute. Sipas mediave gjermane, ky është një zhvillim i paprecedent në historinë e Republikës Federale, ndërsa seanca është hyrë për të lejuar konsultimet mes grupeve parlamentare mbi hapat e mëtejshëm. Kjo situatë vjen pavarësisht se vetëm një ditë më parë Aleanca Konservatore CDU-CSU, e udhëhequr nga Merz, nënshkroi një marrëveshje koalicioni me Partinë Social-Demokrate. Dy forcat politike së bashku numërojnë 328 deputet në parlament, çka teorikisht duhet të siguronte fitoren e Merzit. Partnerët e koalicionit janë zotuar për një agjendë që përfshin rimëkëmbjen ekonomike dhe rindërtimin e ushtrisë gjermane. Kina i sanksionet për eurodeputetët. Presidenti e Parlamentit Evropian Roberta Metsola, gjatë konferencës së udhëheqësve të grupeve parlamentare, njoftoi vendimin e Pekinit. Masat kufizuese u vendosën në mars të vitit 2021. Komisionet tona parlamentare duhet të jenë në gjendje të diskutojnë interesat europiane me homologët e tyre kinez pa frikën e pasojave, theksoi Metsola. Marrëdhënia jo me Kinën mbetet komplekse dhe shumëpalçe, shtoi ajo, duke paralajmëruar se mënyra më e mirë për t'i adresuar këto është përmes angazhimit dhe dialogut. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka bërë një ftesë të drejtë për drejtë për shkencëtarët amerikanë që ndihen të kërcënuar nga politika në vendin e tyre të zhvendosin punën në Bashkimin Evropian. Ajo ofroi mbështetje konkrete duke përfshirë financim, kontrata më afatgjata dhe më pak burokraci për ulëmtuesit. Më shumë se kur ne duhet të mbrojmë shkencën, një shkencë që është universale, e ndarë nga i gjithë njerëzimi dhe që na bashkon, deklaroi von der Leyen në një fjalim të mbajtur në Universitetin La Sorbonne në Paris. Administrata Trump ndërmerr hapa për të bllokuar financimin e ri federal për Universitetin e Harvardit, duke akuzuar për mos respektim të ligjit federal. Sekretari e Arsimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Linda McMahon, njoftoi presidentin e Harvardit, Allen Gerber, për vendimin,
Kjo letër është për të informuar se Harvardi nuk duhet të kërkojë më grante nga qeveria federale, shkroi McMahon. Vendimi vjen pas disa muaj shqyrtimi mbi protestat në kampus në mbështetje të palestinezëve të cilat kanë shkaktuar agime më të gjëra politike. Presidenti SBA-s Donald Trump dhe aleatët e tij kanë akuzuar universitetet elitare se mbajnë një ideologji të zgjuar dhe se nuk kanë arritur të mbrojnë studentët e brejnë. Deri më sot qeveria ka ngrirë 2.2 miliard dollar fonde shumë vjeçare dhe rreth 60 milion dollar nga kontratat aktive. Harvardi po e kundërshton ngrirjen e fondeve në gjykatë duke argumentuar se veprimet e administratës shkelin garanci të amendamentit të parë për lirinë e fjalës. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.